Territori shqiptar për datën 24 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke sjellë mot me reshje shiu në shumicën e vendit. Paraditja do të karakterizohet nga reshje shiu të her pas hershme, ndërsa pasditja do të sjellë reshje më të dendura sidomos në zona qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës nuk priten intervale me diell për shkak të vranësirave të dendura. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 24 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 24 dhjetor do të jetë rreth orës 6:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 13 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 9 deri në 13 gradë Celsius. Korç, 3 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 11 gradë Celsius. Sarandë, 10 deri në 14 gradë Celsius.